lagja më e kërkuar në Prishtinë. Një projekt me 356 shtëpi moderne, në 5 tipe të ndryshme, nga 165 deri në 516 metra katror. E vendosur në Zllatar, ndërtim cilësor dhe dizajn unik. Royal Green Residence, vendi ku jetoni si mbret. Hi, përshëndetje të gjithëve. Mirë se po na ndiqoni dhe na shikoni podcastin. Sot te What's Your Business e kam një biznesmene e cila është shumë e njohur dhe e suksesshme. Mirë se na erdhe Shemzie Fetau. Mirë se të gjeta Afrona. Si ke qenë, ti si je? Mirë, faleminderit. Ti si je? Shumë bukur jam. Po shkëlqen, mirë po dukesh. Gjithashtu zemër, shumë bukur. Si je këtu? Si ka ecur puna? Zak Klinik. Ordinanca shumë e njohur në Zvicër, që kanë dëgjuar me vite. Po, si po ecë puna? besoj që kanë dëgjuar fjalë të mira. Shumë të mira. Po, klinika cak tashmë i është që 6 vjet, edhe jam shumë krenare, edhe lumtur që ja kemi dalë, tashmë kemi edhe një klientel, edhe pacientët që na besojnë, një staf të mrekullueshëm, ma mirë s'ka. Shumë bukur. Ku është recepti, si thotë recepti që është për një ordinancë që duhet të ecë mirë? Domethënë, ku është recepti yt? Për një punë është stafi kryesorja, me pas se një staf me provoj pune, një staf që i bën pacientat më ndi mirë, por më kanë sinqert edhe me pacienta, me pas empatime e pacienta, jo mi shgënyu, jo mi marrë në qaf, por më kanë seriozisht të sinqert. Edhe kjo është shka të ban të vlerësune. Edhe të suksesshëm me shumë vite. Ke patur edhe, domethënë gjatë karrierës tënde, ke patur edhe sfidat e tua që me të vërtet kanë qenë sfida që tani thua mirë që i ke patur sot. Normalisht sfidat më të mëdha janë staf. Kur tu është një startim një klinik, nuk shkojnë sene gjithmonë që shki qef. Domethënë ki hypje, zbritje, derisa ta merrat stabilitetin, them, edhe por jam shumë e lumtur që kanë ndodhur ndoshta gjonat, që s'kan hecë ku kam dosh mirë me ecë, por më kanë këtu ku jam unë sot. Shumë vërtet. Çfarë dallon Zak Klinik mes tjerëve, domethënë kur e sheh, çfarë ka dallimi që thua, këto jemi më të veçantë? Shiko, kretë klinikat ose kretë lamit të bizneseve janë të njëjta, domethënë edhe na si stomatologët, edhe tjerë kanë njëjtat instrumente, ndoshta njëjtat trajtime, por shka e dallon më shumë është stafi, edhe gjithashtu thash edhe më herët mundi pacientat mirë. Mundi mirë, mundi si shpirtëvet, mundi të sigurt, edhe që ato ja mundu nga mja vëdhon pacienta, mundi sa ma mirë dhe sa ma sigurt. Që kur dalin, që t'jenë, jo vetëm me shërbimin t'janë të knaqur, por edhe gjithashtu të ndihen mirë. Të ndihen mirë. Shumë e vërtet. Edhe rezultati më mirë. Shumë e vërtet. Qa është për mi më kryesor? Pacientët që i keni, a jenë më shumë zvicran, apo shqiptar, apo keni... Kemi nacionalitetet të ndryshme, por shqiptarët ma ka marrë pak zërën. Shumë bukur. Do me thonë, normalisht prej startimeve tona në fillim kemi pas shumë shqiptarë dhe kjo klinika bukur me të vërtet ekziston prej ndihmeve tyre dhe jam shumë faleminderit që më kanë ndjek, më kanë besu për punën tonë, edhe jemi bërë si cilëherë më të mirë. Sa bukur, shumë bukur. Tregom ti, cilat shërbimet i keni ju, do me thonë, në ordonancën e juaj? Çfarë shërbime? Po, na jemi një klinik familjar, do me thonë, prej fëmijëve deri te babgjyshi vinte na me shërbime për fëmijë, për ortodonti, implantologi, estetik, do me thonë Hollywood Smile, gjitha shërbimet i kryp stomatologjisë, e kam edhe një herë një staf shumë të mirë, edhe bukur. Konkurenca, a mendon ti që ka edhe në këtë, domethënë, por unë sa kam dëgjuar, është Zak Klinik është e vetmja shqiptare që është në Zvicër këtu. A ka klinika, domethënë, shqiptare femra që e kanë ordinancën e saj këtu në Zvicër? Se përveç se Zak Klinik nuk kam dëgjuar tjerë.
femër. Flasim Që jam femër, Po. të unë pak Se unë i vlerësoj nuk është e shumë zakonshme, se unë femrat. nuk jam doktoresh, unë jam me profesion si asistente stomatologëve me një profesion shtesë në pastrimin dhe zbardhimin e dhëmbëve, por gjithmonë unë jam një femër shumë me ëndra, qëllime të larta, ndoshta dikush që ta ka bë bajat, dhe unë kam besu gjithmonë veten, e kam gjithashtu dhe pashortin njëjtën lami, do të thonë është teknik i dhëmbëve, edhe kështu ja kom dorë në qëllime të mia dhe ja ka vlet. E ja ka vlet ajo. Ja ka vlet edhe për atë ndoshta dhe dalloj pak, edhe si femër shqiptare, por edhe si asistente e stomatologëve që ka bë bum më të drejtën, se as një deri më tash nuk ka bë diçka një të pamundrën mundër, edhe jam shumë krenar. E vërtet, prandaj ta bëra edhe këtë pyetje sepse unë nuk kam dëgjuar dhe jam me të vërtet shumë krenare kur shoh femra shqiptare që domethënë luftojnë edhe e mbrin qëllimin ku duhen të jenë. Çfarë këshilli kishe dhënë për shembull gocave dhe femra të reja që për shembull kanë ndërmend të bëjnë të hinë në këtë biznes? Çfarë këshilli kishe dhënë ti? Si shemzi? Këtë biznes. Në përgjithësi. Përgjithësi, po. Po, në përgjithësi. Po. Unë përsho tashmë nxënësët kur t'je marrë. Fillojmë drejtë nxënësët. Nuk janë më që shën kanë kohën temë. Do më thonë ajna kina pos pak tut, kina pos pak mare, kemi pos respekt, dhe rinia sotit janë shumë më mendjet e lejtë. Edhe që aty jo kisha thonë që në ta marrin jetën pak më seriozisht, në të punojnë për qëllimet të veta, për ëndrat e veta, se kërka nuk kanë me pos mrapa, që kam ja plotsu dëshirat ose ëndrat, por kanë më kanë vetja tyre. Kështu që sa më të panvarura femnat që janë, aq më kanë më kanë të tjera në jetë. Shumë e vërtet. Kthehemi nga ana, më falë se shumë më pëlqen biseda. Shemzien, kur kthehemi në anën domethënë private. Po. Si e sheti work-life balance? Domethënë, a gjen ti pak balancën në jetë mes që je shumë non-stop e angazhuar me punë, privatisht a ke kohën që gjen ti pak atë, se thot kohën tënde? Kam kohë, ka njëherë s'kam kohë, por kohën është më rëndësishme me marë, kur do me marë për diçka. E vërtet. Kur do njërë me pas kohë për diçka, merë kohën. A je non-stop në punë ti angazhuar aty apo ke domethënë dikën që Unë kam edhe familje. Normal, Nuk jam vetëm në punë. Edhe ajo është punë, të thonë, angazhimet. Normalisht, por është një punë që ta lehtëson shpirtin familja. E gjen domethënë atë balancën. Normalisht. Pa marrë parasysh sa lodhje, aty e gjon po që në dashnin krejt. Sa fëmijë kem, falë që 2 fëmijë jemi e gjatë. Shumë bukur. Nga një ditë që ke shumë të angazhuar, domethënë ku e gjen balancën ti, domethënë familje që tha ke ndonjë, domethënë ku e gjen ti balancën? Kur kjo na shumë. Po. Kur kjo na shumë ja trusi gjëm më afër. E sa orë gjumi bën ti? Shemzie? Nuk fle shumë. Me të vërtet? Nuk fle. Domethënë më duket që më i qieta. Seriozisht e ke? Po kur të lënë na shumë. A mendon shumë? Mendoj shumë. Okej. Unë shëndoshta dhe mendja. Po a është mirë, mendoj shumë rënd ta ndryshosh këtë pjesë, por unë shpesh kur të pi me flet, do më thonë 1 orë 2 rritë e lu gjumi. Me telefon. Jo. Shaka. Jo, shikoj, njerë ti mjaftojnë seriozisht 6 orë, 7 orë gjumë, ma tepër ju. Ja. Ja, vërtet, thonë, 7 deri 8 orë gjumë normal, është e tepër, për po, është e tepër. Si janë nis ditën, Shemzia? Ditën, si janë nis? Si, cëla është angazhimet të para? Zoj, më japi. Po që shkena mja nis ditës. Si janë? Po, rutinat e përtetshme. Pin kafe, del të puna. Tashi unë kështu këtë detajlisht në t'i kalzoj e janë frog. Një pak si në detaj shumë. Ajo, ti shumë delikatë, shumë fërmet. Jam falë. A ka ndodhur gjatë karrierës tënde ndonjë histori shumë çesharake, domethënë që të kujtohet deri sot, ndonjë situatë me ndonjë pacient? Se shoh që pas ke humor, ke shumë humor. Unë tham gjithmonë ndodhin do gjana që keshim masani me veten, por shkaj për këtë pacientave kam gjithmonë shtosat pacienta. Okej. Po kam raste që vjen i qeft, pak finush, edhe ja baj një ofertë pak më analt, edhe dhe te më i gru, tha, gabim që të këmor, e gabim që jam të investu në ty hala.
E pse ashtu se humori zi, si pak së në humori zi. Interesant. Ja, interesant. Situata që për shembull që e ndi keq ti, ka ndodhur ndonjëherë gjatë karrierës tënde? Ndonjë situatë që të thua, mos më ndodhte edhe një herë kjo situatë. Normalisht që Sikur sot që ndodhi mua për shembull. jo. Jo, shaka. Normalisht gjithmonë ki raste që nuk shkon qysh don. Por do shta është mirë bashkë atëherë ku nuk e pret të mirën me shku, është mirë një herë më qetësu, me pas dorim. Dhe ju më reagu gjithmonë ku nuk shkojnë punë ashtu si shtuat. A e ke mësuar gjatë karrierës këtë pikë, domethënë ta kesh pak, si tha më herët që përmendëm fjalën sabër, që është një fjalë shumë e rëndësishme, se të një fjalë që ka vlerë shumë. Sa tham jam mësu, po ndodhin raste që do të më mësu, hala, domethënë sa të jeton njëri mëson, por dorimi është shumë mbi gjeta. E vërtet, shumë e vërtet. Teknologjia. Shemzia, si a ka ndryshuar gjatë viteve teknologjia? Normalisht që po. Domethënë, sa mund të ndryshojë gjatë viteve? A mund të bëhet edhe më e vështirë në këtë biznes, apo si e shet ti këtë? Më vështirë, jo, ndoshta më lehtë për pacienta dhe për mjek, por çka nuk më i bë para mendu është me dalë robotat. Po. Unë jam pak shkollën e vjetër, domethënë unë i besoj më shumë njerëzit se sa robotit. Nuk isha mujt domethënë robotëve me i besu punën në goja. Pse thonë që do vije ajo koha që të bëjnë normalisht janë teknologjia nuk ka skenjë, edhe s'ka fund. Ja, vërtet. Ja, e vërtet dora e njeriu është, po. Janë sene që mundesh mi zaventu, por gjitha nuk e di. Çfarë nuk i beson teknologjisë, për shembull, në kohën e sodit? Çfarë thua këtë punë e bëj vetë, domethënë kam qejf ta bëj vetë. A ka ndonjë punë? Se i besoj vetën më shumë. Wow. Po. E vërtet. A ka për shembull raste që ti për shembull i urin punëtorëve mbi krye, për shembull dhe e sheh kontrollon punën? Po. Domethënë që ti nuk i beson, për shembull, nuk është që nuk i beson punën që e bën punëtorëve të tu, po duhet të kesh pak si kontroll. Duhesh me pas kontroll, domethënë kjo është shumë normale. Okej. Do të më ditë se çka kanë bërë punëtorët, a kanë shku puna mirë, kjo nuk është kontroll, kjo është si thua të kësaj pune ti? Rutina. Ditore, javore, çka bë, tek u bë, domethënë këtu janë gjëra që duhet mu deklaru edhe mu tregu çka ka përfundu, çka është qel, edhe kjo është shumë normale, s'ka ashtu me kontroll. Okej. Domethënë ama je shefe. Shumë e qetë. E qetë apo më Unë nuk jam shefe, unë jam shumë e qetë. Unë ju besoj shumë stafit, por kjo raste që ka njëherë qetë, po a është më mirë ti është e qetë apo më e vrasht si shefe? Apo duhet të kesh të dyjat? Do më tregu një që merr hala gjatë rrugtimit, është një ish shef, edhe më thot, ajo kanë gjithmonë i qetë. Edhe na bëjshëm gabime ku nuk na ka bërtit, ose më na bë më ndikeq, për nuk na ka full. Edhe më në thëshë që shpo mund është kështu më ka një qetë aty, thë ke njëri nuk e merr respektin për qetrit me piskam, ose me zotë në artë, por njëri edhe me qëtësi mundet me arrit atë respektin e vetë. Edhe kjo më kalon shumë përshtypje, kur një njëri nuk të respekton ty kur ti e qetë, ai nuk të respekton ty edhe më shumë kur ti e me një zonë më të lartë. Kështu që kjo është. Është ajo, si thuhet, vetëm një shikim ose vetëm një prezenca kur ti je aty. Do të më ndjej që të ka lëndu se nuk je mirë me veprimet e personit, nuk i nevojë ndonjëherë me vërtit. Po, kjo është, se di. Bukur, shumë bukur. Ku është shemzia vetëm mbas 5 deri 10 vitesh? Ku është vetën? Që ta shumë të kazua? Po. Ja, to janë qëllimet e mia. Që nuk do të flasish? Nuk do të flas. Të më thonë, mas 5 vite, 10 vite, të ta merrni vesh. Të ta zbulosh me veprat, me shumë bukur. A e sheh vetën, domethënë, gjithmonë në punë? Domethënë, je tip që gjithmonë ke qef të punosh, apo ke qef edhe sheh vetën ndoshta dikur thuash, okay, do tërhiqem? Jo. Se ka njerëz, nuk e besoj që do të tërhiqem, ndoshta do të mirë me diçka tjetër, nuk e di, por puna të mon gjallë.
E Do me vërtet. thonë, punat mon të ri, besa, pa punë s'ka jetë. Na nuk jena të jetu për me punu, për na për kondrazi punojna për me jetu, edhe sa më shumë që punojnë, që më shumë ki jetë. Mbasi folëm për punën e planet në të ardhmen, a ke diçka ti një qëllim ndaj vetës që thua hey këtë dua ta ndryshoj? Në anën edhe profesionale dhe personale. Po, unë pa qëllim nuk e prishi gjumin afrona. Njeri gjithmonë do të me pas një qëllim, njëtën e vetë, andrat e veta, në qofë si jeni njëri pa plan, pa qëllime jetë u shku këtë me pënua. Kështë që më s'pënoj heq, më se prish gjumin, kështë që unë e prishi gjumin se kam arsye dhe i kam qëllimet e mija, andrat e mija njëtë, edhe po. Edhe vazhdon t'i kesh, edhe vazhdon t'ja dalish. Shumë bukur Shemsie. Shemsie, qyshe përshkruan klinikën tënë Zak Klinik me 3 fjalë? Zak Klinikën që përshkruj me 3 fjalë, unë them shkurt shqip s'ka ma mirë. Wow. Besoj është e kuptueshme, s'ka fjalë, çmimet i kemi shumë të vëllëçme, janë të mundshme mi pagu, kemi mundësi me pagu edhe me keste, unë shpuna se ja vlen marrë dhe janë njerëz në Zvicër, edhe kanë pa dhe shqiptarë që me të vërtet nuk kanë hesap me shku jashtë vendit, të kanë mundësia edhe në Zvicër, edhe mirë, edhe lirë, për atë arsye, s'ka ma mirë. Shumë bukur. Edhe, mund të ashtu edhe këta, vetëm energjia jote që ma ke dhënë ti mua sot këto, 2-3 orë që jemi tani këtu, ka që të mirë, do më dhënë, po, këto ta japë edhe... A din pse? Pse? Pse është energjia jote, do më thonë, çdo njeri që e ki përballë, është pasqyrja jote afrona. Në qose një njeri nuk t'jep energji të mirë, nuk mundesh edhe ti me shkëlqy mirë. Shumë i vërtet. Edhe kështu që edhe ti shumë pozitive, shumë Faleminderit, e gjithashtu e njëjta për ty. Shemzie, koha kaloi shumë shpejt, ishte kënaqësi që të kisha këtu sot në podcastin. Edhe jam shumë, kam qef t'i suportoj femra që janë suksesshme, që janë guximtare, që janë gjithmonë du të shohë ma lart edhe sa ma lart, sepse jam shumë feministe edhe kam qef t'i suportoj femrat. Mendoj që edhe ti je ashtu e njëjtë. Edhe nga ana jeme, faleminderit shumë, edhe gjithashtu shka fule. Krejtve femra, krejtve shqiptarë, kudo që janë ju vetëm femra, suksese, mos unalni për me përnu për qëllimet juja, për ëndrat juja, sa ma shumë që besoni në vetën, aq ma shumë kanë më bëha ëndrat i realitet. Shumë bukur edhe ishte kënaqësi. Faleminderit. Lagja më e kërkuar në Prishtinë. Një projekt me 356 shtëpi moderne, në 5 tipe të ndryshme, nga 165 deri në 516 metra katror. E vendosur në Zllatar, ndërtim cilësor dhe dizajn unik. Royal Green Residence, vendi ku jetoni si mbret.